por ka dhe një diçka, pse është zënë ishullisë, pse duan ta marrin ishën e Sezanit? Por shumë arsye. E para, sepse kush kontrollon Sezanin, kontrollon dhe tregtinë e mesdheut. Kur të filloj të rritet tregtia dhe kur të ketë një gjallërim të jashtëzakonshëm ekonomik midis lindjes së largme edhe Europës, shumë allëra, shumë anije do kalojnë nga sipërfaqja ujore e Shqipërisë. Po puna është se i duan izraelitët nga që duan të vënë taks, siç e bën fundit Irani me ngushticën e Hormuzit. Irani vë taks në sipërfaqen e vet ujore, do të kalosh paguaj taks thot. Po e di sa do humbas Shqipëria. Vetëm nga mosvënia e taksave dhe ato para do t'i shkojnë lobit izraelit, hebre, sionistëve më saktë. Ai di, nga 200 milion deri 1 miliard euro në ditë. Në ditë që do humbas. 1 miliard euro. Nga 200 milion deri 1 miliard euro në ditë. Sepse do kontrollohet. Po shikoj edhe diçka në TikTok, do kontrollohet gjithë tregtia me Italinë, me Francën. Ata kanë drejt të mbyllin Gibraltarin nëpërmjet ishullit të Sezanit. Në ishullin e Sezanit do vendosen pajisje për modifikimin e motit. Do vendosen. Edhe këtë e kam dëgjuar. Nëpërmjet këtyre 1/3 e territorit të përdorur për të gjë, domethënë. Unë po them që nëpërmjet atyre sistemeve ata mund të rroposin, mund të shkatrojnë gjithë bujqësinë botërore, të paktën në Europë po e po njërë. Mund ta shkatrojnë nga aty, ata vendosin gjoba, doni t'ju alirojmë, thot, po. Bujqësinë, po. Paguaj haraç. Tu. A kupton se çfarë bëhet? A e kupton? Se ku jemi? Çfarë rrezikojmë? Është të mërshme. Është të mërshme. Dhe këto protesta mendohet thonë që organizohen edhe nga garda e vjetër e kësaj partie, po çfarë manier me politika, nuk më intereson fare politika, po gjithsesi po i themi gjërat, sepse nuk janë futur në tavë, është problemi i madh kur nuk futesh atje ke ajo poçja me mjalt, poçja me mjalt a paraja. Edhe këto protesta do të ndalojnë e para njëherë, sepse nuk po sjellin gjë. Po kur të hidhet një gjë në tavë nga ky usta i madh, kur të hedh atyre, nëse do të 6 miliardë që i ka marrë. Po më shumë se 6 miliardë do të ketë marrë jam plotësisht. Ato që ka marrë, do të paktën më sa dim. Një kothere. Kur t'jepen aty ca para mirë, po do të urrën gjithë. Menjëherë do qetësohen gjërat. Kto janë gjërat? Këto po i vjen çmim domethënë kësaj proteste, çdo ditë që kalon po i vjen çmim. Po shiko, ti ke qenë vet. Të la njëri të fliti aty? Shumë sovranist. Ai kanë lënë flasin aty? Të flasin si duhet. Jo. Po e ditë që ajo protestë drejtohet nga 350 njerëz të një miliarderit madh. Kush është ai? Nga Soros. 350 ustallari ke aty. Nga Soros, ja? Po ata e drejtojnë. Po to sikur është hajnë aty Soros. Është loja. Është loja. Është loja. Më vjen keq, po ku do ikin? Ku do mbytemi? Sepse është shikoj ka thënë ai profesori i madh kinez i gjeopolitikës. Në qoftë se nuk ndalen protestat, Mossadi, shërbimi i fshetit izraelit do organizojë menjëherë luftë, të thash po ta përsëris, nëpërmjet Serbisë, Greqisë, Maqedonisë do të destabilizojnë Shqipëri, Kosovë, me qëllim që të merret Shqipëria ata, jo të merret ato territoret, të merret Shqipëria. Pra më mirë është të ndalet protesta thua ti. Ma nuk më intereson fare se çfarë bëjnë. Jo, më mënyrë siç e the që ka thënë unë po them për këto që ata e kanë vendosur me protestë pa protestë ata do ta marrin Shqipërinë. A kemi një mesazh fundit për sa i përket kësaj situate, për sa i përket protestës dhe kësaj gjës madhe që ndodh në... Tu them njerëzve vetëm këtë, o popull, mos u gënjeni. Mos bini prej këtyre politikanëve që kanë të paktën 36 vjet, për të mos thënë në mos, edhe më herët që nga 44 në mos dhe më herët se aq, që jeni gënjur gjithnjë, ndërkohë që ju protestoni. Po kalojnë projekte, po miratohet që do të na shpronsojnë, do të na largojnë nga Shqipëria. Ju protestoni, ata miratojnë projekte me qëllim që të vinë hebrejt këtu. Ndërkohë që këtu ka protesta, edhe njerëzit lën punët e tyre për të marrë pjesë në ato protesta, janë dhënë a 19.000, a 20.000 hektar nga paketa e maleve. Njerëzit protestojnë, tymi u ecën drejt politikanëve. Ndërkohë që njerëzit protestojnë, po jepen leje për kulla. E diti që ndërkohë që njerëzit protestonin, është dhënë leje për një kull, paktën më sa dim, po jam i bindur që janë leje të tjera, për një kull 225 metra mbrapa pallatit të kongreseve. Atëherë ka arritur kjo protesta të qëllimin e vet. A e ka arritur? Po, si e shefti, ka arritur qëllimin e vet? Jo. Cili mund të ishte qëllimi, nëse kjo protestë ishte pastër nga sovrani? Cili do të ishte qëllimi? Allahu ngrihet populli. Është plotësisht i bindur popullit të shkunë nga themelet.
të shkun nga themelet, sa askush nuk pranon t'i nxjerrësh njerëzit nga shtëpia. Ne nuk jemi të sigurt as shtëpitë tona. Shko në kadastër, provo të marrësh vërtetim. A je pronari i asaj shtëpie? Shko, ta japin. Çapo luhet me shqiptarët. Ç'është ajo Albanian Files? Dosjet shqiptare. Ç'a është ajo? Ç'a është pronësimi i gjithë shqiptarëve? Pse nuk tregohet për shembull që ky vend ka nevojë të rindërtohet, se duhen hequr shumë ndërtesa të vjetra. Pse nuk tregohet që për të pasur hapësira të mëdha publike, njerëzit duhet grumbullohen në qendra urbane, në pallate shumë larta apo të ndërtuara mirë dhe njeriu të ketë një bashkëveprim, një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me bimësinë, me natyrën. Pse nuk thuhet kjo gjë? Pse mbajnë fsheta? Pse mbajnë fsheta gjërat? Pra, ajo Albanian Files është e kundërta, e kundërta. Leja që na ishte kryeministri gjithmonë që ne nuk jemi. Ky është projekti i Shqipërisë. Ky është projekti i shkatërimit të Shqipërisë për shqiptarët. Ky është projekti i zbimit, i dëbimit të shqiptarëve nga Shqipëria. Duket qartë. Të tjerëve u hapen dyert huajve që vinë nga Bangladeshi, nga Somalia, vinë nga Filipinet, vinë nga India. E diti se sa do vinë tashti shumë shpejt? Sa indian? 300.000 indian. 300.000 indian. Sepse hebrejt nuk janë mësuar kur të punojnë. Hebrejt vinë me ata, me shëptorët e tyre. Që të shkojnë edhe të ndihmojnë. Si shëptorë para që ta shtrojnë çarçafin e aty dhe. Kjo është, gjithë kjo klasë politike u shërben atyre interesave, se ti mendon se me ato 6 miliardë euro janë dhënë vetëm një grupimi politike, është blerë me gjithë klasa politike. Do kanë blerë me gjithë, pse nuk flasin këta, po japin mediat e ndryshme. Dhe jo, nuk e gjen dot as në Facebook as në Instagram, po e gjen pak në TikTok. Duhet kërkosh mirë, duhet lodhesh mirë. Duhet lodhesh mirë që ti gjesh. Edhe kërcënohen njerëzit. Edhe kërcënohen gazetarë, sepse ka gazetarë hulumtues të cilët hulumtojnë, hetojnë me imësi dhe po tregojnë se çfarë po luhet. Ndërkohë që njerëzit protestojnë atje, çfarë ndodh? Këta po kalojnë projektet gati. Kur të qetësojnë gjërat, çfarë do të bëjnë tani për në këtë pikë o Klodian? Çfarë do të bëjnë tani? Ty është protestë, ti je nuk kam dalë. Jo, nuk kam dalë për të dhënë unë thjesht si dy njerëz thjesht valla. Unë thjesht tash të paktën unë të paktën do bëj çmos të mbroj atë shtëpinë e prindërve të mi. Po shumë e vështirë. Sepse këta e kanë marrë të gjitha masat me qëllim që t'i çojnë deri në fund ato plane ugurzeza, kopzeza që kanë bërë për shqiptarët. Me dieti, unë e dija për shkakun që nga Zvërneci deri në Darzez të Fierit do ndërtohen 50.000 do vinë 50.000 hebrej, edhe do ndërtohen 9.000 a 10.000 njësi banimi. Pra, një qytet sa Korça. Po mora vesh dhe këtë tjetrën që edhe në Divjak do vendosen 50.000 të tjerë. Edhe Kepit Rodonit janë vënë drynat. Te për Kepin Rodonit si dia, po për Divjakën e kanë parë. Ky është vetëm kanë parë dhe kanë kaluar tani këto, ndërkohë që bëhet protestë. Ndërkohë dhe ju deshën protestat këtyre. Dhe populli s'di që i kalojmë, marrin fuqi ligjore këto akte, po kur populli ta marrë vesh, është tepër vonë atëherë. Është tepër vonë. Dhe kanë për ta bërë sepse e kanë masakruar këtë popull për 36 vjet.